Me interpretim të aktorëve Bekim Jahiu dhe Ardit Selmani, nesër me fillim në ora 19 do të jepet premiera e shfaqjes për fëmijë Luaj me ne. Kjo shfaqje vihet në skenë nga aktorët e teatrit të Tetovës me regji të Gent Çajanit dhe me autor Iber Deari. Shfaqja sjell në skenë një histori plot fantazi, lojë dhe mesazh të thellë për botën moderne, në të cilën fëmijët po humbasin kontaktin me realitetin për shkak të varësisë nga pajisjet digjitale. Gjatë kohës ku ne jetojmë në një botë digjitale, është pak e vështirë se nuk u di si ti qasesh, nuk i di tash shumë si e kanë atë fëmijërinë ata, se fëmijëria jonë ka qenë shumë ka pas shumë dallim prej asaj që ata janë sot. Domethënë jetojnë në një botë krejt ndryshe nga ajo që jemi mësuar ne të jetojmë. Prandaj për mua është pak e frikshme se nuk e di si t'u qase, nuk e di si do e pranojnë, po jam mundu që shfaqja të jetë më moderne. Do të thonë me atë mundësinë tonë dhe të shohim se si mundemi t'ua bëjmë mendjen që të mos rrinë shumë në telefon, sepse edhe tema e trajton këtë problem. Unë luaj rolin e Blinit. Blini është një fëmijë pak më i lëvizshëm, më i guzimshëm, i cili ka qejf që të luajë lojra që kanë të bëjnë me aktivitete fizike, të cilat ndihmojnë në zhvillimin e fëmijëve pak më mirë se sa që ndikon telefoni tek natyra e fëmijëve, domethënë i bën pasiv, i bën egoist, dhe pikërisht këtë rol e ka kolegu Ardit Selmani. Një tematikë e qelluar, një skenar i qelluar, gjithashtu skenari është nga Iber Deari përgatitur. E falenderojmë edhe që ka gjetur domethënë një ide të qelluar për këtë kohë në të cilën jetojmë. Pra bëhet fjalë për t'i lënë fëmijët telefonat pak më anësh dhe më shumë të merren me aktivitete fizike, me lojra të cilat ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Janë dy djelmosha krejtësisht të ndryshëm. Do të thonë njëri është shumë më aktiv fizikisht me loja, do të lojë futboll, do të kënaqet, kurse tjetri, noni, është e kundërta. Do të thonë vetëm luan në telefon, PlayStation, video lojra, është i fiksuar. Dhe tash Blini ka mbet vetë pa shok, nuk luhet vetë edhe si ta binde nonin që të luajnë bashkë, si kanë luajtur më para se nonit niste vetëm të rrinë telefon, dhe do të zgjoja nga gjumi dhe i sugjeron shumë loja të ndryshme që ne si fëmijë kena luajt. Kur kemi qenë të vegjël, i kemi luajt në lagje. Çmimi i biletës kushton 150 denar, ndërsa ky projekt është i mbështetur nga Komuna e Tetovës dhe Ministria e Kulturës.